kisha gra nga të gjitha vendet e botës, vizituam pjesë ndryshme të Kosovës, mu inspiru nga një tjetra, mosha s'ka limit. Nga Kosova e deri në Angli, nga sfidat personale e deri tek triumfet ndërkombëtare. Mysafira cilën kam sot nuk na flet vetëm për bukurinë, por ajo do të na tregoj sot për forcën, qëndrueshmërinë dhe shpresën. Nga sfidat personale të cilat ajo e ka kaluar, betejën me kancerin e gjirit, tashmë është bërë frymëzim për shumë gra të tjera dhe e ka dëshmuar se gratë mund të ringrihen në pas çfarëdo lloji sfide. Kam kënaqësinë që sot në studio kam Edita Krasniqin, Miss Universe. Edita, mirë se erdhe sot në RRIT. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që të kam sot në studio për me fol për krejt rrugtimin tënd profesional, po edhe me na tregu pak për betejën personale, e cila po ashtu është kthyer realisht në një frymëzim për shumë gra, me të cilat ju jeni inspiruar edhe vetë dhe keni hapë një lloj organizate e cila titullohet Empower Queens 2026. Ka qenë një event që është mbajt. Tregon pak si fillim, po e nisim me eventin, me qenë se veç e ceka. Qysh shkoj krejt eventi që u organizova? Dhe tash që organizova. Shkoj shumë mirë, edhe pse me pak përkrahje, por shkoj shumë mirë. Kisha gra nga të gjitha vendet e botës. Ishte një eksperiencë shumë e mirë për gjitha ato. Vizituam pjesë ndryshme të Kosovës dhe kaluam, ja u dhash skenën, gjitha sfilatën dhe kaluam shumë bukur. Këto evente janë mu shoqëru me njëna tjetrën, mu inspiru nga njëna tjetra, me kryu lidhje të reja, thjesht për fuqizimin e gruas. Mirë shumë. Tamam, edhe guximi nuk një mosh. Po, mosha s'ka limit. Po. Edita, tregon pak si ka qenë ky rrugtim yt nga Kosova deri në Angli. Sa të ka mësuar ty emigrimin në formimin tënd si grua? Kur shkova në fillim, më thonë ishte pas luftës, edhe çdo gjë ishte e re për mu. Pak e njihsha anglishtën, po çdo gjë ishte e re për mu, por me kohën u stabilizova, mësova, tash është thujti si vendindja ime e parë, them tash, se ma shumë kam jetë në Anglisë sa në Kosovë.